Tash donën do të atakuem në një lidhje direkte, shohim cila do të jetë temat cilën do të trajtoj ajo dhe informatat që do t'i ndojmë ne. Mirëmëngjesi Dona për ty, linja tash në vazhdim. Mirëmëngjesi Agnesa për juve dhe gjithë shikuesit. Aktualisht jemi në klinikën e psikiatrisë këtu në QKK, ku pranë meje kam Faton Kutlovcin, doktor dhe drejtor i klinikës, i cili do të na tregoj rreth rasteve pra kryesisht adoleshentëve të prekur me lëndë narkotike apo përdorues të lëndëve narkotike. Nderuar, fillimisht faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje për ju dhe për shikuesit tuaj. Faleminderit dhe ju që keni ndarë kohën të vini dhe të interesoni për punën që bëjmë ne në klinikën e psikiatrisë. Dua të them se abuzimi me substanca psikoaktive në Kosovë është në rritje. Për fat të mirë ne në klinikën e psikiatrisë aktualisht e kemi raportin për trajtimin e sëmundjeve të varësisë dhe vitin e kaluar kemi startuar edhe me raportin me shtretër për fëmijë dhe adoleshent, dhe ka ndodhur që në repart, krahas problemeve psikike që kanë manifestuar adoleshentët dhe fëmijët, ka pasur raste edhe mosha shumë të reja që kanë abuzuar kryesisht me kanaboide. Mund të them se ndoshta në raste që do të ishin e interesit për ju dhe për audiencën në përgjithësi, më herët, në ndër vite, kemi pasur raste edhe kur fëmijë shumë të vegjël kanë fillu ndoshta 90 vjet me kanaboide, por së fundmi kemi shumë raste në rritje të fëmijëve dhe adoleshentëve që abuzojnë me këto substanca. Biles unë preferoj të përdora shprehjen që është duke u rritur numri dhe duke rënë mosha. Tregona aktualisht sa persona trajtohen pra që janë përdorin lëndë narkotike. Në këtë klinikë është fjala. Po, fillimisht të them që ne në klinikë kemi 10 shtretër në reportin për sëmundjet e varësisë dhe ai është i mbushur me të gjitha shtretërit janë në shfrytëzim. Po vlen të theksohet se ne në klinikë aktualisht kemi mundësi të bëjmë detoksikimin, do të thotë pastrimin nga abuzimi me këto substanca dhe kalimin asoj periudhës së abstinencës, kur personat që ndërprejnë abuzimin me substanca manifestojnë realisht simptomatologji përcjellëse dhe fizike me dhembje, me diare, me teshtitje dhe simptoma tjera të ankthit të shtuar dhe pareatisë së theksuar. Në parim e kryem vetëm detoksikimin, por dua ta theksoj se jemi në rrugë të ndërtimit të institucioneve, po them institucioneve sepse ende nuk e kemi paraparë se ku do të bëhen, por menaxhmenti i QKU-s në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë është duke parë modalitetet për të rritur infrastrukturën dhe me kushtin që të kemi edhe pjesën në rehabilitimin. Cilat janë ato mosha që abuzojnë me lëndë narkotike, pra më së shpeshti ose ndër vite që ju klinika i trajton? Atëherë, nga të dhënat që kam unë, kjo ka ndodhur edhe para kohës kur unë nuk kam qenë drejtori i klinikës së psikiatrisë, ka patur një rast para pandemisë që ka qenë i moshës 9 vjeçare në klinikën e psikiatrisë, kur të tani kryesisht janë ato mosha 18 deri në 30 vjet më të shpeshtat, po ka raste edhe të personave me moshë më të shtyrë që kërkojnë trajtim në klinikën e psikiatrisë, pra në reportin e sëmundjeve të varësisë, po në ato raste janë pakës më të ralla rastet kur personat me moshë më të shtyr kërkojnë trajtim për shkak të abuzimit me substanca psikoaktive, ato kryesisht kërkojnë trajtim për shkak të abuzimit me alkool. Kohën e fundit një 12 vjeçar, ka rezultuar që ka abuzuar me lëndë narkotike siç është heroina. Është njoftuar edhe prej klinikës juaj, si do të shkojë tutje sepse kjo ka rezultuar në biokimi, në QKK. Atëherë unë nuk e përjashtoj mundësinë, e thash edhe më herët që njëri asoj moshës të abuzoj me këto substanca, unë nuk i kam informatat në lidhje me këtë rast, por nëse do të kishim patur kërkesë për trajtim, kjo do të na vënte në vështirësi, meqense ne nuk e kemi një repart për trajtimin
e fëmijëve dhe adoleshentëve që abuzojnë me substanca psikoaktive dhe detyrohemi që të njëjtit i trajtojmë në raportin për fëmijë dhe adoleshentë që përdoret për trajtimin e çrregullimeve psikike, por kur është heroina në pyetje e them që ne kemi një program të veçantë në kuadër të klinikës së psikiatrisë, që është programi me terapi mbajtëse me metadon, ku mund të kyçen edhe këta fëmijë që abuzojnë me heroinën dhe të jenë pjesë e klinikës, kështu që le të jetë ky si një mesazh nëse prindrit kanë nevojë për mbështetje çfarëdo natyrës për klinikën e psikiatrisë. Nga klinika e psikiatrisë ne jemi të gatshëm të ofrojmë. Pra, i bëni ftesë adoleshentit apo familjarëve që domethënë i mituri mund të trajtohet edhe në klinikë. Për terapi psikiatrisë. Po flisja për terapi mbajtëse me metadon, sepse në rrethana tjera ne nëse kemi një adoleshent ose të mitur i cili abuzon me këto substanca, detyrohemi të trajtojmë në repartin për fëmijë dhe adoleshent, psikiatrisë së fëmijëve dhe adoleshentëve, por nuk ka rëndësi, e rëndësishme është ata të vinë, të konsultohen me ekipin multidisciplinare dhe të vendosin për procedurën dhe metodën e metodjeshme të trajtimit. Cilat janë lëndë narkotike që abuzojnë më së shumti, edhe të miturit, por edhe të tjerët në përgjithësi? Atëherë, zakonisht fillohet me kanaboidet, me marijuanën, dhe kjo është pjesë e asoj moshës shkollore, ndërsa më tutje përpara ka qenë me shprehur abuzimi me heroinën, tani është kokaina që është në rritje dhe për herë më shumë adoleshentë abuzojnë me kokainë, po ajo që do ta kisha thënë dhe që ne kemi si informat është shtimi i numrit të femrave të moshës së adoleshencës që abuzojnë me kokainë. Dhe numri i tyre është në rritje, domethënë në ÇKK, sa është numri i tyre vetëm i vajzave? Tani cila është mosha e tyre? Po e them, mosha adoleshencës nuk do ta kisha përkufizuar tani me saktësi, po ajo mosha nga 13 deri në moshën 18 vjeçare, gjithsesi që ka raste që e thash vinë në repartin për fëmijë dhe adoleshent, po e thash dhe po e them që është në rritje numri femrave dhe që kanë filluar abuzimin me kanaboide, po edhe që kërkojnë ndihmë në klinikën e psikiatrisë. Tregona nga provoja juaj paraprake, pra ka ndodhur që një pacient që është trajtuar në klinikën e psikiatrisë ka ardhur përsëri sepse ka abuzuar pra me lëndë narkotike, ka ndodhur për dytën herë që është trajtuar një pacient këto? Gjithsesi po, sepse thash ne nuk e kemi atë pjesën e rehabilitimit dhe kjo është vështirësi të gjithë Kosovës, për të gjithë vendin, për shkak se nuk ka një qendër e cila ka edhe përveç asaj qendrës për trajtim dhe detoksikim, e cila është ajo kryesorja, mendoj unë, trajtimi dhe detoksikimi, për shkak se i takon asoj periudhës së abstinencës, që zakonisht është 2 deri në 3 javë, ndonjëherë edhe 1 javë në varësi nga substanca me të cilën abuzojnë, por pas kësaj periudhës është e nevojshme që t'i nënshtrohet rehabilitimi dhe ne këtë nuk e kemi dhe jemi duke punuar shumë që të krijojmë infrastrukturë për rehabilitim të këtyre personave. Tregon atash pak a shumë, domethënë, edhe te këta persona, domethënë, që abuzojnë me lëndë narkotike, sa e pranojnë trajtimin në ÇKK, domethënë në klinikën e psikiatrisë, është fjala? Atëherë, faleminderit për pyetje, është pyetje shumë e mirë për shkak se këtu është edhe vështirësia dhe problemi kryesor se njerëzit në përgjithësi hezitojnë të vinë ta marrin trajtimin në klinikën e psikiatrisë, ndoshta edhe pse nuk janë të informuar për shërbimet që ne mund t'i ofrojmë, por edhe për faktin tjetër për shkak të stigmës, por gjithsesi që nuk është më i madh numri i abuzuesve se sa numri atyre që kërkojnë trajtim të ne. Po familjarët sa i mbështesin pacientët që trajtohen në klinikë? Gjithsesi, ata Se cilat janë bisedat me prind, domethënë, ju si doktor edhe si drejtor, cilat janë bisedat me prindërit që një fëmia e tyre është abuzuar, domethënë, nga lëndë narkotike? Shikoni, ajo që është e rëndësishme dhe më e rëndësishme në këtë pikpamje është motivimi. Një person i cili abuzon me substanca psikoaktive duhet të jetë i motivuar për të ndërprerë abuzimin me këto substanca dhe të lashët kryesore të prindërve në këtë rast janë për t'i motivuar
fëmijët e tyre për të ndërprerë abuzimin me këto substanca, po kjo vlen për kohën kur ata e kanë kuptuar që fëmiu ose i riu është duke abuzuar me këto substanca, sepse shumë herë ka rastisur edhe me mua personalisht kur familjarët kanë thonë gjithçka kisha besu, po që fëmiu jam i merr këto substanca kur një s'kisha besu. Do thotë unë do të bëja një apel që prindrit të ndryshojnë qasjen, të jenë më liberal në biseda me fëmijët e tyre dhe natyrisht të jenë më të hapur dhe të krijojnë besueshmëri, sepse është evidente një gjë që njëri kur fillon abuzimin me substanca psikoaktive fillimisht e bën për ta provu, herën tjetër për të qenë me rrethin edhe me gjeneratën e tij, dhe në anën tjetër bëhet pishman që ka filluar dhe po e gjetëm në atë periudhën kur është pishman ose kur ka të rritur motivin për të ndërprer, atëherë suksesi gjithsesi do të jetë më i madh. Kalojmë pak edhe tek mjekimi. Pra, një pacient kur vjen tek ju në klinik, cilat janë ato shenjat e para edhe cili është trajtimi fillestar që i bëhet pacientit? Atëherë, për sa i përket trajtimit, e them që kjo ndryshon në varësi prej substancës të cilën e abuzon. Është protokolli veçantë për persona që abuzojnë me kanaboide, me opioide ose qoftë me kokainën dhe substancat e tjera. Është e rëndësishme që në një periudhë 10 ditore ose 2 javore i nënshtrohet trajtimit me infuzione, vitamina dhe terapi simptomatike për të ndihmuar personin që të kaloj simptomat e abstinencës, e pastaj në varësi prej simptomatologjisë që ka manifestuar edhe terapia tjetër që do të ndihmonte në rregullimin e disponimit ose rregullimeve në të menduara që nuk janë të rralla edhe ato perceptive që mund të jenë si pasojë e abuzimit me substanca psikoaktive. Ne ju themi psikoaktive, po për popullatën do ta përdori tani edhe termin me narkotik, sepse psikoaktive dhe narkotik ndoshta nuk gjason, por është shumë e rëndësishme që të fillohet herët, sepse nëse njëri ka fillu herët në moshën e tij të abuzojë me këto substanca dhe ka abuzuar ta themi për 5-6 vjet, atëherë është më i madh rreziku që ky pastaj edhe të zhvillojë çrregullim mendor ose të sjelljes për shkak të abuzimit me substanca psikoaktive ose narkotik. Për fund, cili do të ishte një mesazh për gjithë ata adoleshentë të rinj, të cilët nuk kanë njohuri shumë për substanca narkotike? Sa më larg substancave narkotike dhe sa më larg shoqërisë e cila i thret ata që të jenë pjesë asaj shoqërie, sepse abuzimi me substanca psikoaktive nuk çon askund, përkundrazi çon në rrugë pa kokë, në dështim të plotë të rinjve, dhe ne kemi një rini të shëndosh, besoj unë, shumë të mirë, kemi raste për herë më shumë të rinisë tonë të cilët janë shumë të suksesshëm gjithku në botë. Kjo rini që rritet këtu, duhet të mbetet këtu për e shëndosh pa abuzim me substanca psikoaktive. Nderuar, faleminderit shumë për krejt këto informata që ndat me shikuesit tanë. Ne do të takohemi përsëri në tema të tjera. Ju faleminderit juve. Faleminderit. Agnesa, kaq sa i përket kësaj lidhjes direkte, nëse nuk keni ndonjë pyetje linjën, do e kaloj tek ju. Faleminderit shumë Dona për këtë lidhje direkte, faleminderit dhe doktorit për informata cilat i kanë ndoa me ne, një temë mjaft me rëndësi, sidomos me ngrit vëmendjen për çështje të tilla që ndonjëherë pak diskutohen në shoqëri. Ne tani do të vazhdojmë dhe do të ndajmë informata